Edhe te Strasburgut, pastaj edhe këtë tjerë, sidomos te Bukureshti Strasburgut, dhe vetëm gjë që kam parun, sherrrit midis kryeministrit dhe presidentit kush ta nxirrte atë dekretin e firmos në fotografi. Të paktën në atë kohë kishte 2, po tash s'ka, ka vetëm 1. Do të thënë problemi është ky. Në atë kohë ishte edhe atëherë një ishte, po në atë rast u duk sigurisht. Në atë fazë, ne erdhëm tek antarësimi, kur ti bësh antar, përpiqesh ta kapitalizosh, dhe kur je antar në strukturë një aleance strategjike, ti do të përcaktosh kush është dimensioni jot, si vend për interesat shqiptarë dhe në rajon. Po e mbaroj. Pra ajo çka dua të them është edhe një herë përsëris. Ne duhet të shikojmë që këto institucione ndërkombëtare janë mekanizmi më i mirë në interesin tonë, edhe pra të gjitha profesori sovranitetin, edhe për zërin dhe mundësin që kemi për të folur dhe për të qenë pjesë e vendimarrjes. Ti mund të jesh pjesë e një marrëdhënie të shkëlqyer sot, i cili mund të ketë një efekt pozitiv për interesat e tua, por që në perspektivë mund të mos ekzistojë më, dhe pastaj kostot janë jashtëzakonisht të mëdha për një vend vogël siç është Shqipëria. Dhe duaj para se ne të merrim këtë vendim, për gjykimin tim, nuk na nxitoi askush. Bëm një nxitim që s'ka kuptim, se nuk e di pse u bësot. Nxitoi ky burri huaj, më do të firmën. Edhe një herë, jo, ky burri huaj nuk e kërkoi sot atë. Nuk është firma ajo. Pse s'më jepni një përgjigje, pse nuk shkoi Rama Ndavës? Parlament me ligj me. Pse nuk shkoi Rama? E pengoi se ishte me vajzën e Trumpit brëm. Të përpiqem ta japun një përgjigje. Jo më, s'ka si të më japë se dha ja kërkuam Ramës se nuk e dha. Marrëveshjet zyrtare të shkruara. Biles e dha në mënyrë më banale të mundshme që mund ta japë një kryeminist, isha me vajzën e babait, me lejen e babait dhe nuk vajtet e babai. Po tani dhe ky argumenti juaj që ai nuk do shkojë se do Trumpi, ndërkohë që ai do shkojë te Trumpi tulet te shtëpia Bardh. Gjove ta thash për mua që kryeministri shqiptar takoi presidentin, fal, që më e përgjigje. Pse s'shkojnë? Nuk e di, duhet këtu është një çështje transparente, duhet ta bëj ai, sepse e kërkove me urgjencë për çfarë e kërkove. Nëse do ishte te bordi themeltar, duhet ishte sot apo jo? Vetëm i fjali. Por ajo çka duhet e mbylla, pra e gjitha çka unë dua të them është një proces jo transparent, është një proces i pa arsyetuar, është një proces i cili do të thënë ka plot enigma, që ju e votuat me sy mbyllur, që ju edhe ju e votuat me sy mbyllur. Jo, nuk e kam votuar me sy mbyllur, unë kam votuar në parim po. Në parim po. Parimi ishte ajo, çfarë ishte? Po s'ka gjë tjetër, mos ka asnjë element tjetër marrëveshje. Ai sa ishte e votuar me sy mbyllur. Edhe një herë, a do jemi në bordin e paqes? Po. A ka mekanizma ky bord paqe? Asnjë se di. Dakor se kush janë si do veprojë tjetër. Nga presidenti vjen Gavin Newsom, çfarë bëhet pastaj? Po do iki ky bord paqe, po nuk do ekzistojë. Fare thjesht. Prandaj po them, po varet pastaj në çfarë listë fut Gavin Newsom për të bërë president. Ti duhet votoje kundër një gjëje që cila kërkohet për ndërtuar një paqe në linjën e mesme. I vetmi shqetësim tjetër dhe po e mbyll këtu që un kam është që nëse krijohet një precedent të zgjidhjes nëpërmjet disa aktorëve, fuqive të mëdha në Gaza, ne mund të krijojmë një precedent të rrezikshëm edhe në rajonin e Ballkanit dhe në Europë. Për ne thonë jo për Kosovën sigurisht. Po, Aki. Tani mendoj që duke tejkalu reagimin e domosdoshëm që po e bëjmë këtu, se është reagim, nuk është ideja është që ku filloi kjo punë. Duke qenë për një 25 vite në Afganistan, Pakistan, në pjesën e luftrave, pyetja fundamentale është a funksiononte ai sistemi i kaluar, sepse aty u bë gjenocidin në Srebrenicë, u vranë 2 milion njerëz në Ruanda, u bë tentimi gjenocidi në Kosovë. Për këto mekanizma ndërkombëtar, edhe ligji ndërkombëtar, nuk funksiononte, u konsumua. Kjo nuk i bie që po dalë në mbrojtje të vendimeve të shpejta që po bën presidentin Trump. Por ai tregoi me veprimin e parë që USAID nuk do të ekzistojë më. Kombet e Bashkuara është një strukturë e mbigarkuar me birokraci që shpenzon me miliarda, triliona dollar dhe nuk arrin efektin as edhe në zhvillimin e qëndrueshëm. Kur flasim për Millennium Goals, Sustainable Development Goals, do të thotë u krijua një strukturë botërore para syve të secilës po ndonin gjenocidet, po ndonin konfliktet të tmerrshme, të llahtarshme. Dhe përbrenda objektivave të politikave të jashtme të superfuqive ishin po të njëjtat, po ishin të kamufluara. Po të donte një shtet i fuqishëm, siç është Kina, që të eliminojë ujgurët atje, do të ndodhte. Pavarësisht se kemi kombet e bashkuara, po të donte Rusia, do ta zhdukte Çeçeninë plotësisht, sepse e zhduki, dhe po të lejonte kombet e bashkuara të vepronte, do të zhduke e gjithë Bosnia-Hercegovina dhe Kosova. Do thotë, për te idesë që ne po ndjehemi komfort me
struktura ndërkombëtare të cilat kanë ekzistuar, unë mendoj që ne si shqiptar duhet ta vendosim po ashtu në çështje diskutimi, për ata ka nevojë për këtë kohën që të marrim frymë lirisht, para se të marrim vendime, sepse unë kam vetëm një gjë që mund të jetë, nuk është ky qëndrimi i partisë prej kuvi. Do thotë, po flas prej përvojës time drejt me punën me qeverinë amerikane, është në këtë proces çfarë legjitimojmë. Nuk është Zelenski aty, por është Rusia e ftuar. Apo legjitimojmë veprimet ushtarake të Rusisë në Ukrainë, apo legjitimohet intervenimi në Gaza ku kanë vdekur mbi 30.000 fëmijë. Dhe a i bie që realisht, pa diskutim të përgjithshëm, shoqëria ndërkombëtare është duke hyrë në një fazë ku e vërteta e vetme është ajo që nuk diskutohet. Dhe për llogaritet interesi i shteteve, qofshin ato të vogla apo të mesme. Mendoj që fjalimi i kryeministrit kanadez me të drejtë duhet shqyrtuar deri në fund. Por se a ka kritik të jashtëzakonshme ndaj strukturave ekzistuese ndërkombëtare, duhet patjetër të ketë. Se ju bët një pyetje me shumë drejt, apo legjitimohet vrasja e 30.000 fëmijëve në Palestinë, numri viktimave dhe për neve është çështje vlerore, do të është çështje se ku realisht pozicionohen. Vetëm unë kam prapë përgjigjem një pyetje që lidhet me themi me nomenklaturën e vjetër të drejtës ndërkombëtare, a u zgjidh gjë ndryshe më përpara në Gaza? Po dhe unë po them, do të thotë për 60 vite konflikti Izrael-Palestinë u mirëmbajt deri në momentin kur dikush do duhet thonë të që mjaft më me këtë qasje sepse nuk ka zgjidhje. Se nuk ka zgjidhje tjetër. Tani, ne po flasim për konfliktin palestinez-izraelit sot, por ne nuk po flasim për një shekull konflikt shqiptarë-sërb, ku janë eliminuar me qindra mijë njerëz shqiptar prej trojeve të veta. Dhe flasim këto më njerë pas publicitetit për rikthehemi, flasim për gjërat tona. Pra sa kjo lloj qasje e re me bordin e paqes mund ndikoj realisht tek situatat që ne kemi, sigurisht. E para është Kosova, po pas Kosovës sigurisht dhe bashkë me të jemi dhe ne, rikthehemi pas pak. Rikthehemi, flasim pak për këllëqet tona, mbajmë ne dot këtë peshë madhe të ndryshimeve gjeopolitike botërore që po ndodhin me një shpejtësi marramense. Skënder, për sa i përket temi duke u nisur nga entuziazmi i zonës Osmani për dalë për krah presidentit Trump. Unë mendoj që për te kritikave takiu që kanë bazë, mendoj që Kosova në vetvete e ka patjetër të lidhur me Amerikën, gjën. Pra, nga pamja ushtarake, nga fakti që një ndërhyrje amerikane e bëri Kosovën, shkëputet nga Serbia. Amerika ka krijuar Kosovën. Dhe le temi, nuk e di nëse Kosova pa Amerikën do ketë mundësi të rezistoj qoftë presionit rus përmes Serbisë, apo Serbisë me mbështetjen ruse, qoftë flegmatizmit europian dhe temi sensit fajt që ka që ekziston në Bruxelles ndaj ndërhyrjes ushtarake që nga 99-ta. Fakti që tek dialogu midis Serbisë dhe Beograd, midis temi Beogradit dhe Prishtinës, jo rrallë kemi parë simpati për Beogradin në Bruxelles dhe tolerime, pa folur për shkakun që vazhdon është Lajçak ndërmjetës? Jo. Stevenson. Sorensen, por ka patur temi përfaqësues shteteve që nuk e njohin Kosovën, si Lajçaku që ishin ndërmjetës midis Prishtinës dhe Beogradit. Por le temi tek Prishtina unë e shoh më të justifikuar temi ngjitjen që i bëri Osmani sot nga pas dorës zotit Trump. Ke Shqipëria nuk ka problemin tjetër, po i diskutojmë për profesor Paskalin, ndërkohë që ju debatonit, që unë nuk dëgjoj më... Ne komunikoni. Debatoni, nuk ka në gjë të keqe. Sigur debaton dhe parlamenti si debatoni ju, ishën fut në bëhe prej kohësh. Fakti që nga Washingtoni nuk shikoj më të përmendet, kur vjen puna për Shqipërinë, termi integrimi europian. Si që kemi pas dëgjuar dikur, Washingtoni sponsor kryesor i integrimit europian, etj. Kësaj radhe nuk e dëgjoj më. Dhe frika, dhe i rikthehem kësaj faktit që e thatë edhe ju pak më herë, do vijaj momenti që Bruxelli do thotë ju doni të integroni, apo do jeni edhe bordi paqes. Sa realisht mund përballemi me këtë sipas teje? Për ta filluar nga fundi dhe për të dalë te Kosova. Unë mendoj që
ne jemi në një marrëdhënie kontraktuale me BE-n, por jemi në një teatr gjeopolitik ku komponenti amerikan është kryesori sa i përket sigurisë. Jo vetëm se ka një bazë ushtarake në Kosovë, por sepse ka një traditë shumë të konsoliduar edhe në kuadër të NATO-s ku ne jemi tashmë antar, ku violinë e parë dhe si thua fuqia dominante është Amerika. Tani, ne ndodhemi përballë vetë se një situate që është paradoksale, edhe përsa i përket këtij teatrit sigurisë dhe përgjithsisht sjelljes së SBA si një aktor determinant i gjithë arkitekturës sigurisë sot në botë. Ka hamendje që kriza e Groenlandës ndër të tjera, që është një krizë ku një vend antar më i fuqishëm kërcënon një vend tjetër antar, ka si një qëllim pas perdes që të destabilizoj vetë aleancën. Kjo natyrisht është një hipotezë, por nuk mund të jetë hipotezë fakti që Trump sa herë që është provokuar drejt për drejt nga mediat, nëse Amerikë, po jo vetëm ai, po edhe Hexet, edhe senator republikan, edhe eksponent tjetër të administratës, sa herë që janë provokuar drejt për drejt në lidhje me artikullin 5, ju do t'i vinin në ndihmë një vendi antar nëse ai pëson një agresion, fjala vjen që është një hipotezë krejt e mundshme vendet Balltike ose Polonia, ose Finlanda me Suedin, që sapo kanë hyrë. Pra, në një rast tillë, Amerika do t'i përgjigjet si vendi i vetëm që e ka aktivizuar deri më sot artikullin 5. Presidenti Trump e bëri vetë këtë retorik, dhe pyetje retorik, eta pse ta nëse sulmohemi ne tha, ju do na vini në mbrojtjen tonë? Kanë vajtur. I'm not sure. Kanë vajtur. Danezët kanë lënë, të lutem, danezët kanë lënë mos ngatro operacionet ushtarake. Ai foli për gjë tjetër. Pas keltuarit kanë lënë 40 danezë kanë humbur jetën dhe kanë të njëjtin kontribut si Amerika. Lutem, fal, zoti Mediu. Kjo leximi me shifra, fali që po ju them është pak cinik. Ju e bët me përqindje, unë e bëra me shifra. Mirë pra, po me shifra absolute është pak cinik, sepse tu shifet angazhimi. Jo, dakor. Ju e dini më mirë, i vetmi vend antar që ka kërkuar aktivizimin në gjithë historinë e Aleancës janë Shtetet e Bashkuara mbas sulmit për dy kullat. Dhe i gjithë perëndimi, por jo vetëm, se u futëm dhe ne, të gjithë ju përgjigjen. Ka kërkuar angazhimin e parë brenda Evropës. Patjetër, patjetër. Për Kosovën apo jo? Po patjetër që po. Po, në falë, Evropa, ne si shqiptar, edhe gjithë tjerët, unë nuk besoj se jemi në pozita mohuese. Tani mohimi po vjen nga fuqia më e madhe. Ky është problemi që krijohet dhe paradoksi brenda aleancës si NATO. Dhe që ne na fut në një pikpyetje dhe evropianët i fut natyrisht se ne jemi shumë të vegjël, evropianët i fut në pikpyetjen e madhe që çfarë do të bëjmë në fushën sigurisë te tutje, do të rritemi apo do të mbetemi fëmijë. Sepse natyrisht që deri më sot ka furnizuar Amerika siguri dhe Evropa ka siguruar prosperitet. Po shko tek pika që pse jemi si fëmijë. Po pra, patjetër, sepse ka pasur zgjoj nga gjumi që s'duhet të jenë fëmijë zgjoj Trumpi. Ka pasur një ai ka bërë një zgjim nga gjumi i cili ka brenda shumë pikpyetje. Me ujë të ftohtë. Patjetër. Në parim të kërkosh respektimin e 2% dhe më vonë 5% që diçka shumë racionale sepse po mban Amerika gjithë peshën e Aleancës Atlantike. Po të rritet krau tjetër, rritet krau tjetër dhe kjo është produktive. Dhe këtu janë të shumta ata që thonë që bëri mirë që na shkundi se na duhej, që nga Mark Rutte i pari. Problemi është që a e do Donald Trump vërtet aleancën apo nuk e do? Për shembull, për BE-n ka deklarata të tij që thotë Bashkimi Evropian është krijuar për të dëmtuar Amerikën. Ka deklarata. Ka gjithashtu, ai nuk e mohon që në 2016, kur pati fushatën e parë për president, ai dha një shtysë shumë të madhe daljes me anë të levave që kishte, me anë të Nigel Farage, i dha një shtytje shumë të madhe thyrjes së parë të madhe që ka pësu Bashkimi Evropian që është dalja e Britanisë me Brexit. Dhe që në atë kohë flitej që pas Britanisë do kishim edhe deri ke Gjermania me fjalë që. Jo, erdhën në radhë ato. Fillimisht erdhi Brexit, pastaj fitoi Donald Trump. Kishte Britania një gjë fantastike që bëri kundër Trumpit, apo dosja Steele, dhe kjo është. Apo emisarët që u dërguan fushatën e fundit nga liberalet për të minuar fushatën e Trumpit. Se dhe këto duhet i marrim në analizë. Po, edhe Stephen Bannon që shëtit gjithë kryeqytetet e Evropës Perëndimore për të minuar, për të stimuluar frontin sovranisto, fashisto, qatë duash ti dhe me të gjitha bërë. A do të marrë dhe krahasim tjetër. Do të shkon Zelenski në atë takim i cili është jashtëzakonisht jo normal, që ndodhi në Shtëpinë e Bardhë, që ishte në dëm të asaj çka duhej, dhe menjëherë u prit, do të thënë, nga autoritetet europiane,
me prohritje sikur kishe kryer fitore më të madhe. Po Dhe sepse për fat, ja ta mbaroj. Zoti Mediu Zelenski i kishte thënë gjet sa prova për djalin e Biden. Edhe një herë. E harruat të? Unë nuk e di se çfarë Jo, prova, pastaj unë nuk eci me Jo, po jo, se me këto po ecim sa ato janë gjitha të botuara. Unë nuk eci, do të thënë edhe një herë, unë po eci me atë çka unë lexoj. Laptopi i Hunter Bidenit është bërë. Mirë, vetëm ka gjë. Jo, a dëgjuat sot fjalimin e Zelenskit? Edhe një herë, e dëgjova, për foli për Europën apo jo? Jera Europës sot. Po pra. Sot ishte komplet. Sot ishte komplet që drejt tjetër. Kush i ka rënë i pari Europës? Kush e mbajt Zelenski, e mbajt Europa. Kush i ka rënë i pari Europës për raportin? Në moment puthadorje globale Sokol. Jemi në një moment jemi në kohë çoroditje globale dhe unë këtu kam hallin si do orientohemi ne në këtë kohë çoroditje globale nuk e di fare. Vetëm një përshkallëzim. Po, vetëm shpejt lutem se në takimin që u zhvillua me Stoltenberg, pastaj me Merkel, në mënyrë të qartë, në atë kohë, para se ndodhte konflikti në Rusi, Trumpi ka paralajmëruar që po ushqenin Rusin nëpërmjet naftës dhe gazit, financiarisht, duke i dhënë një autoritet të papërballueshëm nga pikpamja këtë thatë Zelenski sot. Po pra. Kur e ka bërë, më fal? Në vitin 2016-2017. E ka bërë Obama me Merkelin disa herë. Tashti, unë po ju them... Profesori e di shumë. Po flasë... Po marrëveshjet e gazit dhe naftën me Rusin nuk i nënshkroi prapë Merkele? Mi pra Merkelit, po. Nord Stream 2-shi... Ke Gazpromet e di kush ka qenë CEO për ca kohë. I ka thënë Merkelit, gabim trashanik të varesh... Dhe ka një kontinuitet, po flasim për Trumpin, se po shkojmë te Bush e tjerë, po flasim për Trumpin. Pra, i pari që i tha, do në drejt për drejt, që kjo është gabim se po cënon interesat e sigurisë së Europës, ishte ai, dakord? Mëtej, pastaj, në raport që u vendos,